Presidenti serb Aleksandar Vučić fluturoi në Moskë sot, ku do të marrë pjesë në ditën e fitores në sheshin e Kuq. Sipas mediave serbe, aeroplani ndodhet aktualisht në Baku dhe nuk mund të vazhdojë udhëtimin e tij në Moskë, sepse nuk ka leje për të vazhduar fluturimin për shkak të aktiviteteve luftarake midis Rusisë dhe Ukrainës. Transmeton Telegrafi, të gjitha vendet kishin dhënë më parë leje për fluturim, por tani nuk mund të japin leje për shkak të aktiviteteve luftarake, shkruan Tanjug, i cili shton se aeroplani i Vučićit u lut pistë për arsye sigurie. Aktualisht, aeroportet e Moskës janë gjithashtu të ndëllura, e sot Ukraina sulmoi Moskën me dron për të tretën ditë radhazi, duke detyruar mbylljen e aeroporteve, siç kishte ndodhur edhe gjatë ditëve të mëparshme. Ndryshe, Vučić është planifikuar të zhvillojë një takim dypallesh me presidentin rus Vladimir Putin të premten, siç ishte njoftuar më parë nga Kremlini. Të martën u shfaq informacioni se Lituania dhe Letonia ja kishin ndaluar Vučićit të fluturante për në Moskë ndërmjet territorit të tyre, kështu që nuk dihet se cilën rrugë ndoshi presidenti serb, por në kryeqytetin rus. Ndryshe, Vučić u shfaq në publik për herë të parë pas problemeve të dyshuara shëndetësore që detyruan të ndërpriste udhëtimin e tij në Amerikë në ndërtesën e presidencës. Ai u takua fillimisht me ambasadorin rus Aleksandr Botsan Karachenko dhe më pas me ambasadorin britanik Edward Ferguson.